Mirë se vini në Verona Akademi. Në këtë video kam paraqit teknikën microblading në 3 forma të ndryshme. Dhe sipër dua të aplikoj teknikën powder. Teknika powder është formë e hjezimit e cila aplikohet me makinë digjitale. Kur teknika microblading dhe teknika powder kombinohen njëra me tjetrën, atëherë na japin teknikën combo bros. Teknika powder ka forma të ndryshme të hjezimit, mirëpo unë sot kam vendosur me paraqit 3 prej tyre: hjezimi në pjesën e poshtme, hjezimi i brendshëm dhe hjezimi i ndërmjetëm. Fillojmë me hjezimin e parë. Siç e thash, hjezimi i parë është hjezimi në pjesën e poshtme të vetullës. E kam quajtur kështu shkaku që komplet intensiteti apo theksimi më i madh i ngjyrës qëndron në këtë pjesë. Do të thotë fillojmë prej pjesës së bishtit dhe gradualisht komplet ngjyrën e shtrim fillimisht në pjesën e poshtme, duke e theksu më shumë si ngjyrë dhe pastaj shkojmë edhe e përhapim apo e shtrajmë në pjesën tjetër të vetullës, gradualisht duke shku deri tek pjesa e sipërme e saj. Këtë lloj hjezimi zakonisht e aplikoj në ato raste kur vetulla ka qime të trasha dhe është më e errët si pigment. Vazhdoj me shtrije pigmentit. Zakonisht hjezimet i ndaj në 3 faza. Faza e parë do të e bëj konturimin e hjezimit. Fazën e dytë e theksoj intensitetin e ngjyrës dhe fazën e tretë detajet. Qëllimi i hjezimit nuk është që me mbulu komplet vetullën me hije dhe me i humb fijet apo vijat e teknikës microblading. Qëllimi është që me bo mas homogjene, do të thotë zonat ku ka qime natyrale dhe zonat e cilat janë pa qime me i bo homogjene. E fshin për herë të fundit me pa edhe rezultatin. Shohim atë kjo është hjezimi në pjesën e poshtme vetë. Vazhdojmë me hjezimin e dytë, hjezimin e brendshëm. Për dallim prej hjezimit të parë, hjezimi i dytë komplet intensitetin apo theksimin e pigmentit e ka në pjesën e mesit apo të brendshme të vetullës. Këtë lloj hjezimi zakonisht e përdore në ato raste kur qimja natyrale e klientës është e butë dhe ngjyra është e hapun. Komplet fillojmë pi pjesës së bishtit, e theksojmë pjesën e brendshme mesin, duke e shkri hjezimin në pjesën poshtë dhe në pjesën lartë, pa i humb vijat e teknikës micro. Ky lloj hjezimi e balancon shumë mirë ngjyrën në mes dhe i lën hapësirë me u dok shumë bukur vijat poshtë dhe vijat lartë. Siç e thash, e përdorin rastet kur ngjyra vetullës është më e hapun dhe qimet janë të buta.
Si që thash, i shpërndojmë pak cila poshtë jashtë formës, thjesht për mi dhënë pak elegancë vetull. Njëjtë veprojmë edhe në pjesën e sipërme, rreth konturës dhe shumë pak jashtë saj. Besoj që kemi ardhur në fund. E pastrojmë prap. Hiezimin e dytë, hiezimin e brendshëm. Dhe tani po vazhdojmë me hiezimin e fundit, që është hiezimi i ndërmjetëm. Dhe në shmarim pigment. E quajmë hiezimi i ndërmjetëm, sepse aplikohet komplet në mes të vijave të avancume. Kemi me pa edhe në vazhdim. Për dallim prej dy hiezimeve tjera, këtë lloj hiezimi e fillojmë prej pjesës të përparme të vetullës, do të prej fillimit të saj. Vazhdojmë, do të komplet ku janë të bashkuar vijat e avancume, fillojmë edhe e aplikojmë këtë lloj hiezimi. Këtë lloj hiezimi zakonisht e aplikoj në rastet ku nuk ka as pak vetull natyrale ose është shumë e paktë si vetull. Është jashtëzakonisht shumë i përshtatshëm me u kombinu edhe me dy llojet e hiezimit të cilat i realizuam paraprakisht. Do të thotë prej fillimit vetullës në komplet vijat e poshtme e aplikojmë këtë lloj hiezimi. Ndërsa pjesën e bishtit mundemi me përzgjedh cilin do prej hiezimeve të cilët i paraqitëm më lart. E përfundova fazën e parë. Tani kemi me vazhdu me fazën e dytë, që është hiezimi te pjesa e bishtit. Kemi me përzgjedh cilin do prej hiezimeve të cilat i kemi realizuar paraprakisht, po e përgjigje hiezimin e parë dhe vazhdojmë me fazën e dytë. Është faza e hiezimit tek pjesa e bishtit. Kemi përgjigje hiezimin e parë, që është hiezimi i poshtëm. Kombinohet jashtëzakonisht shumë mirë me hiezimin e ndërmjetëm. Komplet intensitetin e shtrim në pjesën e poshtme, duke e bashku me përfundimin e hiezimit të ndërmjetëm. Pothuaj se ardhëm përfundim të fazës së dytë. E pastrojmë. Tani kemi me vazhdu me fazën e tretë, që janë detajet. E theksojmë edhe pak të pjesa e poshtme. Shojmë edhe hiezimin e tretë, hiezimi i ndërmjetëm, cilin e kemi kombinu me hiezimin e parë, hiezimin e poshtëm. Pra këto ishin 3 llojet e hiezimit, hiezimi në pjesën e poshtme, hiezimi i brendshëm dhe hiezimi i ndërmjetëm i kombinum me hiezimin e poshtëm. Shpresoj ju kam pëlqy e na bashkë kemi me u pa në videot e radhës.